është për me gjithë shqiptarëve që vizet të mes të ditës, na bëjnë për budallenj. Marrin lekët, ku vjen lekët? Dini gjë se ku vjen lekët ju ose në zdim gjë. Kush i merr këto lekë? Ku vjen? Në offshore. Jemi këtu për para Tigrit 1 dhe Tigrit 3. Janë këto tigrat që tashmë janë në Vlorë, po flejnë gjumë, po duke fjetur marrin shumë para. Kanë marrë shumë para deri tani, mbi 70 milion euro. Ka qenë një lloj marrëveshje midis qeverisë dhe këta të Bangladeshit që këto andiet për 2 vjet. Ato kanë ardhur vitin 2022 dhe në vitin 2024 kontrata ka marrur. Dhe ne jam të kujtojmë ty dhe shoqërive dhe qeverisë dhe banditit kryesor Edi Ramës që këto duhet të largohen urgjentisht. Ka 2 vjet që ka mbaruar afati i marrëveshjes. Do bëjnë fshatra qytete turistik në zonën Zvërnec deri në Darzez. Po ne çfarë fituam? Ne fituam mjerimin. Ne jemi sklever të tyre. Fëmijët tanë kanë marrë botën, lanë punën, lanë çdo gjë dhe ikën. Ikën për një mjekësi më të mirë, ikën për një arsim më të mirë se këtu shkatruat çdo gjë.